Fermerët e Kukësit kanë filluar të nxjerrin në tregun e qytetit prodhimet e para vendore të këtij sezoni. Elmaz Hallaçi, fermer prej 18 vitesh, tregon se ndryshimet e motit kanë ndikuar ndjeshëm në ecurinë e prodhimit vendor. Sipas tij, temperaturat e paqëndrueshme dhe mungesa e kushteve të favorshme kanë sjellë vonesa dhe vështirësi për fermerët e zonës. Po kemi një javë ditë si kemi nxjerr. Me shumë mune, shumë sakrificë nxjerrim shumë. Konsumatori nuk e di a i knaqëm, asa i knaqëm. Se me shumë mund të sakrificë? Po mund, bujësia paqati, kanë thonë për para, kjo është fjale vjetër, se thëmë unë për atë barë. Ka ngrica, ka të ftoftë, ka lakshtin e tepër, ndikon për keq. Kështu që me Kemi marrë shumë, a kemi bon shumë prodhim? Kemi bon, po klima s'ka qenë e favërshme, dhe me thonë, lakshtin e tepër kanë ndiku për keq, edhe nuk janë fort në cilësinë e duhur. Po gjithsesi jena munun ato, ne kemi nxjerr. Cilat janë më shumë prodhime vendore? Po spinoqi është, sallata, hudra e njohëm, edhe qepa e njohëm. Çeto kemi ne. Si i bëjmë të shtëpisë, domethënë të baçës tonë. Megjithatë, pavarësisht prodhimeve, prodhimet e vendore vijojnë të kërkohen nga konsumatorët, të cilët i preferojnë për cilësinë dhe freskinë që ofrojnë. Elmaz Hallaçi thotë se interesimi për produktet vendore mbetet i lartë, pasi qytetarët i konsiderojnë më të shëndetshme dhe më të sigurta krahasuar me produktet e importit. Prodhimet tona dhe konsumatori na ka vlerësuar, domethënë, jemi të kënaqur për konsumatorin, se dinë edhe ato se i bëjmë me ple organik, domethënë nuk përdorim pesticide. Janë prodhime bio, shkurt, e shqip. Në tregun e Kukësit, numri i fermerëve që tregtojnë drejt për drejt prodhimet e tyre mbetet i kufizuar. Sipas fermerëve, një nga arsyet kryesore është rritja e kostove, veçanërisht çmimi i naftës që po rëndon ndjeshëm mbi punën në bujqësi. Po s'ka edhe shumë levërdi orbu, sa muhabeti se çdo me miell ai tjetri. Rritja e çmimit naftë ka ndikuar sa do pak. Po ndikon në burri fort, që për shembull ku se ki makinën tonë, duhet me dhon atij tjetrit me pagu rrugën me prum mallin këtu. Kështu që diskutohet se ndikon edhe nafta, domethënë, kriza është edhe ajo, se pa naftë nuk qarkullon kush. Makinat jesin pa qarkullu. Tokën bujqësore me çaj? Tokën bujqësore, po është tash me mjetër rrethanore. Për shembull, lopata, mjetër rrethanore këtu, lopat, kazëm, ka që me zëtor me mjetër mekanike. Tash nafta arrit? Po nafta arrit, sa kush ka mundësi, merr mjetër për me punu tokën. Kush s'ka, të tirohet me lopat, me kazëm. Që kjo është punimi. Për fermerët e Kukësit, mbështetja me politika lehtësuese dhe ulja e kostove mbetet thelbësore në mënyrë që prodhimi vendor të mos mungojë në tregjet lokale dhe të vijojë të jetë një alternativë cilësore për konsumatorët.